Ndonse kryeministri Edi Rama u kujdes ta mbante të fshehtë, fotot dhe detajet nga dasma e Alex Sorosit dolën në publik. Kreu i qeverisë vuri drynin parlamentit dhe iku në SBA 2 ditë para dasmës, teksa është trajtuar si një njeri i familjes Soros, që pas fitores së Trump, Rama është kujdesur të mos e reklamojë miqësinë me djalin e George Soros. Dihet që ata janë armiq të Trump dhe ky i fundit nuk i ka qejf ata që flirtojnë Sunday këdej. Rama ka shmangur fotot me Sorosin dhe takimet që pas fitores së Trump. Madje, edhe kur u bë samiti i BE-s në Tiranë, Soros mungoi, ndonse ai nuk i lë mundësi të tilla të ikin, por në fillim të qershorit u qarkullonin zëra në korridoret e politikës se Rama do të udhtonte në SBA dhe pamfleti zbuloi i pari se në fakt kreu i qeverisë do shkonte jo për të takuar zyrtar vendas, por për të qenë prezent në kurorzimin e vëllait të tij, Alex Soros. Vetë Rama e mbajti të fshehtë. Nuk ka asnjë foto apo ndonjë mesazh urimi në rrjetet sociale nga ana e tij. Po ashtu vetë Alexi nuk ka shpërndar foto nga ceremonia, duke ruajtur anonimitetin e të ftuarve, por i ka nxjerr zbuluar revista e modës Vogue, e cila ka bërë një artikull të gjatë mbi ceremoninë, shoqëruar edhe me foto. Në një prej tyre Rama është krah Alexit dhe në një tjetër duket i fshehur, teksa ndodhet në tavolinë. Vetë revista ka dhënë edhe detaje nga ajo që ndodhi në ceremoni, teksa bie në sy se Rama ka qenë ndër të vetmit lider në Europë që kanë marrë pjesë, dhe ai është trajtuar sikur të ishte pjesë e familjes Soros. Ai ka qenë mes njerëzve më të guximshëm që kanë ngritur dolli. Gjatë gjithë vaktit u ngritën dolli nga djali i Abedinit, Jordan, vëllai i madh i Alexit, Jonathan Soros, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, Anna Wintour, kryetare e Vogue, James Rothschild, i cili shërbeu si shoqëruesi jo zyrtar i dhëndrit, dhe Daniel Sachs, themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i P Capital Partners. Tekson artikulli, Vogue ka dhënë detaje edhe nga dollia e Edi Ramës. Edi mbajti një nga dollit më të mira të mbrëmjes, përfshinte një shprehje rreth preferencës për vejushat në vend të divorcuarave. Duhet ishe aty për ta kuptuar, por ngrihet pyetja, pse Rama e mbajti të fshehtë? Dyshimet janë se kryeministri po tenton të luajë me dy porta. Nga njëra anë mundohet të ruajë marrëdhëniet me Trump, dhe nga ana tjetër me armiqtë e tij. Ai ishte i pranishëm në një event ku ishin dy prej rivaleve kryesore të Trump, Hillary Clinton dhe Kamala Harris. Kryeministri e di se Trump nuk gënjej dot. Edhe pak ditë më parë ambasada i dërgoi selamin, asnjë urim ndaj tij për zgjedhjet. Mirpo kryeministri duket se ka bërë zgjedhjen e tij dhe pasojat do t'i vuajë Shqipëria nëse ka tensione në marrëdhëniet me SBA-n.